Rinovohet drejtimi i institucionit tatimor rajonal të Vlorës, largohet Ermal Pekmezi dhe vjen Bledar Taushani në detyrën e kreut rajonal të tatimeve. Ermal Pekmezi u emërua në krye të këtij institucioni në 18 dhjetor 2023, ndërsa zëvendësoi zonjën Pranvera Resulaj, e cila e mori detyrën pas largimit të Bledar Taushani në 19 korrik 2023. Bledar Taushani rikthehet kështu në Vlorë, ndërsa mbante rolin e drejtorit në drejtorinë e politikave të punësimit dhe pranë Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, që nga qershori i vitit 2024, ku ishte përgjegjës për formulimin e politikave, strategjive dhe kuadrit ligjor në fushën e punësimit dhe menaxhimit e migracionit dhe imigracionit për qëllime punësimi. Ka përfunduar studimet e tij në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin Ismail Qemali në Vlorë në vitin 2007 dhe ka marrë disa kualifikime të mëtejshme, përfshirë njohurit në fushën e kontabilitetit dhe financave. Në vitin 2012 ka marrë titullin avokat nga dhoma kombëtare e avokatisë në Tiranë, duke u bërë konsulent juridik me njohuri të thelluara në legjislacionin financiar, tregtar dhe penal. Deri në qershor të vitit 2024 ka qenë përgjegjës për sektorin e prokurimeve në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ku ka menaxhuar dhe mbikëqyrur proceset e prokurimit për mallra dhe shërbime në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në periudhat e mëparshme ai ka pasur role të tjera menaxhuese në fushën e tatimeve, përfshirë detyra si inspektor në sektorin e taksave direkte dhe më parë përgjegjës për sektorët e mbledhjes së borxhit dhe regjistrimit të tatimpaguesve. Përvoja e tij e gjerë përfshin dhe organizimin e seminareve trajnuese me tatimpaguesit dhe menaxhimin e borxheve tatimore.